paditëse janë të pakënaqura dhe kanë vërejtjet e tyre për sa i përket llogaritjes së ulët të kamatvonesës, për të cilën konsiderojnë se është në shpërputhje të plot me legjislacionin në fuqi për periudhat e caktuara kohore. Konsideroj që për llogaritja e kamatvonesave është bërë në pajtim me legjislacionin kosovar, në atë mënyrë që deri në vitin 2013, kur është bërë plotësimi i ligjit mbi marrëdhëniet detyrimore, ka hyrë në fuqi për llogaritja e kamatvonesave në përqindje prej 8%. Ndërkaq deri në këtë periudhë, sipas praktikave gjyqësore, për llogaritja e kamatvonesave është kryer me kamat prej 3.5%. Mospërputhja e ekspertizës ndërtimore, po ashtu edhe me certifikatën, lejen dhe lejen urbanistike të ndërtimit në klapa B+P+5 dhe gjendja aktuale gjatë ekspertizës në klapa B+P+7, që do të thotë gjykate të ndërtuara më shumë se sa leja ndërtimore urbanistike nga ana e palës së paditur, natyrisht me qëllim të përfitimit personal. Sa i përket kalkulimit për dy katët shtesë, për dy katët shtesë, eksperti duke u bazuar në ekspertizën e ndërtimtarisë, i ka marrë për bazë edhe këto dy hapësira riskate. Duke ju përgjigjur pyetjeve të avokatit të Goranit, eksperti financiar tha se ka zbritur shumën e cila është kompenzuar nga Gorani, ndërsa shpjegoi edhe llogaritje tjera. Mos harroni logjikën e zbritjes së dyfisht, 25% më parë dhe së vori për të njëjtat rrethona, prap 30% të vlerës. Sa i përket referimit të avokatit për zbritjen e përqindjes për 25%, kjo është bërë në bazë të sugjerimit të ekspertit të ndërtimtarisë, i cili ka konsideruar që hapësira e përbashkët duhet të jetë më e lartë për 20%, përkaq se 25%, hapësira e përbashkët të objektet, që jesë hapësira e banimit dhe e lokaleve apariste, të jetë më e vogël për qatë përqindje.